Nga dita e sotme, në krye të komunës së Gostivarit vjen Fadil Xhelili, i cili do të ushtrojë detyrën e kryetarit deri në zgjedhjet e ardhshme lokale. Emrimi i tij vjen pas vendimit të qeverisë për të caktuar ushtrues detyre në 4 komunat e vendit, ku në zgjedhjet e fundit lokale nuk u arrit censusi i nevojshëm. Xhelili në këtë pozitë pason Valbon Limanin dhe do të qëndrojë në detyrë deri në janar, kur pritet të përsëriten zgjedhjet lokale. Më pas, mandatin do ta marrë kandidati që do të fitojë më shumë vota në garën zgjedhore. Gjatë fjalës së tij të parë, Xhelili siguroi qytetarët se nuk po vjen për hakmarrje, por vetëm që komuna të vazhdojë të funksionojë normalisht. Po vi si i deleguar i qeverisë për të ruajtur funksionalitetin dhe funksionimin normal të komunës, për të mos pasur ngjecje të shërbimeve të qytetarëve. Deri në 11 janar, kur do të mbahen zgjedhjet e rregullat, gjithsesi përsëritja e tyre, dhe ajo që dua të çoj një mesazh rreth të parë të qytetarët e Gostivarit, të jenë të bindur se vi në momente të vështira, por vetëm për të vazhduar funksionalitetin normal të komunës, as për ndonjë hakmarrje, as për të dëmtuar dikë. Ai erdhi, por nuk u prit askush gjatë momentit të mbërritjes në komunë. Andaj, tha se në çështja nuk do të mbetet me kaq dhe se secili do të mbajë përgjegjësi për sjelljen e vet. Kam një mesazh për administratën, në fakt që jemi sinqert, nuk më tingëllon mirë sjellja e doktor Limanit, për shkak se ne jemi vend i vogël si Gostivar, jemi shok e miq, njihemi personalisht, por gjithsesi e respektoj si një vendim i tij, ndërkohë që administrata nuk kam çka të komentoj, ajo që nuk më ka pritur, vetëm tregon frikën që ka nga përfaqësuesit e AKI-s, apo shfaqin ndonjë vullnet të tillë që të tregojnë se nuk duan thjesht të më presin apo të më përshëndesin. Unë jam njeri i ligjit dhe krejt karriera ime është në gjyqësi dhe në drejtësi. Tani, mos ta keq kuptojmë këtë, por si njeri i ligjit çdo kush do të marrë përgjegjësi për sjelljen e tyre. I pyetur nëse do të jetë kandidat për kryetar në zgjedhjet e janarit, Xhelili u përgjigj se kjo varet nga partnerët e koalicionit dhe nëse ata vendosin për emrin e tij, ai është i gatshëm ta pranojë kandidimin.